Ta bëjmë politikë me fotografi. Dola me Trumpin fotografi, unë duhet fitoj. Dola me çun e Trumpit, kom miru me çun e Trumpit. Ne vazhdojmë akoma në mentalitetin e para viteve 90. Se ky është i jashtëm, ka nga e shtetit. Ky ai fshesagji, ka nga e shtetit, ky e di ky se nga e shtetit. Akoma vazhdojmë me këtë mentalitet. Ka bo fotografi me Trumpin. Ka bo fotografi me Biden. Ka bo fotografi me Yuri Kimi. Po t'i vesh e re, gjithë shqiptarët sa marroshin këtë boshin fotografi me vrap. Politikanët i kam pa vetë se kam qenë në për seminare. Sa marroshin seminare, shkoshim me vrap ke ambasadori, ke Luja, ke tjetri, ke Kimi, ke kë, shkoshim me vrap me dalë fotografia. E i qiqin në për Facebook'e. Ta e politikanët ta. Që majnë vetëm për politikanë. Dhe e i qabon, shetë Shqipnin më. Pa e ngejti në njëherë opozitën në fushat këtë. As njëherë. As i ditë nuk e ngejti. E të shi del para bëjë. Për qa del para bëjë? Ty po t'i kën toka më. E kam thënë, por rrullë Shqipnia. Qa më duhet mu? Butrini po t'i kën. Durë si po. Ka heq porti më mira vjeqar, ta ka heq. E je pa ti tjetër. Sa zanim, po, Butrinim, po, qa doni më tepër? Mretë është 83 mandate, po. Qa? A luar rush me Shqipnin. Nuk ka kriminal më të madh se sa Edi Rama. Flasë në çështje kombëtare. Ok, çështje kombëtare kriminal. Pse? Nuk është shqiptar Rama. Rama ka dhe të keqe me që se din shqiptar. Rama nuk është shqiptar, në origjinë nuk është shqiptar. Nuk është shqiptar Rama në origjinë. Kristaqi Rama nuk është shqiptar në origjinë. Dhe edhe që thonë këta. Tashim, më vjen keq. Nuk i dhim se të gjëmë, ose të rritë. Plus që Soros ka programin. Ka programin e globalizmin, internacionalizmin, shoqëria hapur, shoqëria civile. Kanë program të LGBT në kanë program. Ta ve flamurin LGBT-së, ose të rritë. Mes Tiranës. Qitë parat LGBT, që të shofi kalamonin LGBT-në. E me atë frymë të rretë. Qa të the më tepër, këtu dvesh kujët. Por, ajo që është kryesorja, në gjithë të fushatën këto nuk i një gjova kur. Qoftë edhe nga goja Berisha. Qoftë edhe nga goja Berisha. Si një gjova. Se kandidatët jo. Atere, qa do menoj? Do menoj, të themë, për dhe vla, po s'ka ne pazar tu? Që këta nuk reago kam fare? Zoti Merkoçi, a mendoni se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë vendosur në qark të kuq kryeministrin Edi Rama, siç u shprehet ju pak më parë, që ka dhe një non grata për të, por të pashpallur ende duke qenë se është kryeministër? Amerika nuk ka vu vetëm Ramën qark kuq, për ka vu dhe Shqipërinë, se po të shofësh edhe impostacionin që ka bërë politika amerikane. Më tepër është te Kosova se sa te Shqipëria. Nëse presidenti Trump nuk takon presidentin e Shqipërisë, homologun e tij, apo kryeministrin e Shqipërisë, po takon Vjosa Osmanin, duket. Në gjitha takimet që ka qenë, edhe kur u zgjodh, edhe kur u bë betimi, edhe në samite, duket se ka taku Vjosa Osmanin, nuk ka taku as Ramën as presidentin e Shqipërisë, apo jo. Kjo është e prekt me e pame. Çka do të thotë që është postuar në Kosovë, është, domethënë, politika amerikane më tepër sot, siç e shoh unë, më tepër është e synuar te Kosova, tek ajo që do ndodhi në Kosovë dhe çfarë po bën Kosovë, dhe ose pastaj është ajo pjesa tjetër që duke qenë Kosova dhe Shqipëria të dyja bashkë në një mentalitet, në një vend, në një territor, në një gjë, do vi një moment
po jo i largët, unë flas qofse bëhet me ditë, nuk bëhet ose javë, nuk bëhet me shekuj. Që do t'i kapi të dy për kokët, do t'i përplasi njëri me tjetrin, edhe do t'i thotë ikni tash edhe mos na mërzisni tepër. Sepse politika amerikane nuk është edhe pak pragmatiste, në kuptimin që nuk ndryshon kollaj në politikën e jashtme. Atë strategjiat që ata kanë, bazën që kanë në Feriza, ata nuk e falin. Kuptojmë drejt. Domethënë, është pak më e ndërlikuar tek Kosova se sa te Shqipëria. Për sa i përket Shqipërisë, jeni të bindur që e ka të mbyllur me Shqipërinë. Për mua. E ka të mbyllur me Shqipërinë. Rama, ta thash, Rama është non grata dhe mbaron kjo punë. Unë e kam shpall me kohë, unë jam ai që i kam thënë, jo në Amerikë, unë i kam thënë, me i pasaport të thjesht, shko deri në Angli, futu në Angli dhe pi kafe me fshesagjime që ndushti, po jo me pasaport diplomatike dhe jo si kryeministër. Ka pak 3 vjetë po kjo punë që kam thënë. Por që s'kam çfarë them tjetër. Dhe i pyetje fundit, sa gjasa ka që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe SPAK-u këtu të hapin dosjen e Charles McGonigal, ku dyshohet si i përfshirë edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama? Rama nuk dyshohet i përfshirë. Rama është i përfshirë. Se ka dalë emri. Nuk është se po aludojmë. Pra ne thash që SPAK-u e ka në dorë. Nuk është se aludojmë. Është vendimi i McGonigalit që ka dalë emri Ramës. Ka dalë me emër konkret. Pra ne them, nuk është... McGonigalit ka mbyllë çështjen e vetë. Pra është dënu për gjën e vetë. Pranoj. Atë që pranoj dhe u dënuaj sa u dënu. Ndërsa, Rama është i përfshirë. Tashti, kur e ka Amerika, por unë them më tepër të ta ketë SPAK-u se sa Amerika. Amerika qofse do ta ketë, do ta marrë, do ta çojë në Guatemala Ramën pastaj. Për spionazh. Dhe kur e hap ajo, nuk e di, nuk jam që flas me UFO-t e ta di se ç'a menon Trumpi. Këtë nuk e di. Por në logjikën është kjo që vendimi që është dënuar me McGonigali është emri Ramës konkret. Jo me aludime, por konkret. SPAK-u e ka. Ta marrë SPAK-u, ta hetoj. Dosjen e ka aty. Se bën, atë se di. Amerika, kur do e bëj? Këti, unë nuk shti falë, domethënë ta kuptoj se kur do e bëj, këtë nuk e di. Por, që është i përfshirë në një kategorike, po. Dhe 2 herë që unë nisë, për të vajtë në Amerikë, 2 herë unë ndalu. 2 herë nuk shkoj. Po ti ishte ashtu të shkoti. Edhe para fushatit do shkoti. Pse nuk shkoj? Unë nisë dhe shkoj. Pra jo po thoni që është... Pra jo po thoni që është i izoluar ndërkombëtarisht. Ndërkombëtarisht Rama është i izoluar. Rama edhe këto që bën pikërisht për të bëhat e foton me çunën e Trumpit për t'i treguar që dëgjoj unë jam më duan, më bëjnë në njërin tjetër, por ndërkombëtarisht Rama është zero. Është zero. Është i bllokuar total. Nuk lëviz dot Rama. Mos e shihni se lëviz si kryeministër. Se normal ku thjerë Shqipëria do shkoj kryetari i shtetit ose i qeverisë, se nuk do shkoj unë as ti që ta përfaqësojmë Shqipërinë. Kuptojmë drejt. Dhe në marrëdhënie shtetërore ata pastaj është gjë tjetër. Por unë në mënyrë individuale është i përfshirë sepse është raportet BE-s, raportet e Departamentit të Shtetit janë të zeza dhe janë pikërisht për Ramën, për qeverinë. Nuk janë për mua. Çfarë them? Zoti Merkoçi, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit edhe juve për ftesën. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.